Avancojmë përpara, profesor. Po, ecim? Një tjetër? Nga i herë thënë jashtë majtës e djathës. Jo, kjo është tjetër. Me një fjalë ke kalipsoja. Po? Kalipsoja. Te harta thua ti? Po. Te harta. Te kalipsoja, kalojmë pasaj në thesproti. Po. Tani, ata Odiseja është afruar ku ka ardhur më afër? I bie ka ardhur, pas ka ardhur në afër Vlorës. Vjen, po ta marrë se është afër Vlorës. Do të ka ardhur Odiseja aty? Po. Se do të në cilin vend afër Vlorës? Fernandia kishu Vlonja tani e thon ka ardhur Odiseja këtu. Po, ka qenë ky është kryeqyteti, është mbareti thonë që është i kësaj i sparotëve që parat pallatën e tij. Do thotë Gitana ka qenë kryeqyteti i tyne. I Thesprotisë. Po. Po fiks vendi, ku është vendi, profesor? Gitana është përballë Korfuzit. Përballë Korfuzit? Direkt, po. Po përballë Korfuzit nga ana ande apo nga këtej? Përballë Korfuzit do thotë nuk di që në ana ande i bie det pse. Jo, nga ana kontinent, ande Greqisë apo këtej, në Saran thua ti? Shiko, është përballë, është Gitana do thotë i bie. Që pjesa e mesit, ke mesi i asaj do thotë ndoshta e kanë vendos harta, është vendosën keq. E pra se unë e shikoj që ajo është mbi Korfuz, nuk është tamam Korfuz. Po, tash do thotë tani ta rregulloja hartën është. Jo, qartë. Okej. Tani vetëm pyetje për sqarim. Do të thonë vendi sot. Po. Si quhet ku ka qenë Odiseja? Që është në tokë shqiptare. Tokë shqiptare, tokë e Pierrota, do për mua. Jo, sot është tokë shqiptare, apo ku është fiks? Çfarë quhet sot? Sot nuk mund ta gjesh, shiko, do thotë unë gjithë një ngele me këtë gjë, do të filloj atë muhabetin se Pirri është grek, do dali nga tema, është një temë. Jo, okej, nuk merremi me Pirrin grek, po. Do thotë Odiseja, jo, një minutë, nuk është Epir grek, Epir i lirë, ka vetëm Epir. Epir është momenti që këto bashkohen, mollosët, thesparotët, kaonët, bëhet një. Nuk mund të vinin më shteti mollos, shteti thesparot, shteti kaon, nga që do t'i bënin, do t'i ngelin. T'i ngele qefi, kujdes. Se do thëtë, deri në atë kohë, këta janë si të zëmë ardianët, si janë taulantët, si janë këto, do thëtë, shtete principata. Qartë. Në moment që këta bashkohen, marrën në i vënd vetës një emër komplet, që nuk thëtë asgjë. Epir. Epir. Kontinent. Tok. Kontinent. Stere. Atëherë, në këtë moment, e gjitha, do thëtë duke filluar që nga Istre, deri ke kjo, ajo mundimi imës, në këtë unë kam botuar 3 libër nga 500 faqe për kanë ardhur deri ke Epirit, si kam në dorë Epirin, edhe të gjitha zakonet, mënyrat e jetesës e këto tjerë do vërtetë që janë po e njëjta. Po këtu kemi të bëjmë atë që quhet akulturimi. Akulturimi është një gjë e tillë që ti po fole anglisht, nuk je angleze, me dojmës. Po mbajta unë sahat zviceran, nuk do thotë që jam zviceran. Po, për shembull në kjo duke shumë qartë, në kam ilustruar me oborrin e mbaretit të Nikollës, që lufta e paqja. Flisin një rusishte shumë të qalë e një frëngjishte perfekte. Kjo quhet akulturimi. Okej, dohen edhe një herë, profesor. Odiseja arriti të vit deri në brigjet e asaj që sot është tokë shqiptare, diku afër Sarandës? Po. Midis Sarandës dhe Vlorës? Ja. Ku fiks? Ulet në Guman, Igumenica. Igumenica? Po. Igumenica atëherë sot nuk është tokë, është shteti shqiptar. Ja. Dohen ai ka qenë deri në Igumenicë. Po. Okej. Foto tjetër? Me një fjalë, Kalipsoja nuk donte ta lindte deti 7 vjet me Kalipson. 7 vjet? 7 vjet. Dohen pjesa tjetër ishte 3 vjet. Po, ndeti 7 vjet me Kalipson dhe ajo nuk donte ta lindte, po mori urdhër nga Zeusi që dy u dashuruan, do thotë iku familja ndërgjë shejtane, po më në fund Zeusi ja dha urdhën që ta lindte
edhe hikën, edhe vjen që andi, vjen do thëtë era e merë, e qonë ke toka e atës parotve. E pret ky mbareti, e pret shumë mirë, edhe i jep tepër gjëra me vete, edhe do të vjen ania dhe ky nise për në Dulihu, ka qenë kryeqyteti i Itakës. Do të thënë, nga Thesprotia, do të thënë përfundon në Itak. Okej. Në Itak, po në Itak në Dulih. Dulihu ka qenë kryeqyteti i Ishullit, i Itakës. Po. Ajo që dëfteva. Qartë. Foto tjetër do bëjmë pas asaj që ne lanë të fundit për të komentuar, ecim? Këtu. Këtë unë ta kam sjellë për të treguar që zakonet grekët, do thotë ke Odiseja, ti e pe që është afërsia territoriale me atë, zakonet detajt a i fut që të gjitha, i fut nga kjo, nga bota e Pirote. Edhe këtu është skena e Kupa e Sasijas, kjo është në Berlin, shekullit 6 është Akili duke mjekuar atë Patroklin e plagosur. Ky është Akili që mjekon Patroklin. Po. Okej, foto tjetër? Po këtu? Kalipsoe. Kalipsoe? Po. është montuar. Keq, do thotë ky e ndjen vetën shumë bukur. Shikoj që a fyll ka. Dy ujar. Do të ky është cyrja 2 jare. Po. Do të tingujt e Kalipsos. Po t'ju themi e Pirit apo ja. Po pra. Këtu e mori Goranson elementin shqiptar. Ndoshta. Si ndoshta? Jo, s'ka ndoshta, profesor, ajo është... Okej, me qenë së thoti. Ja, unë do të pyes pasaj pak më vonë, se Ludvig Goranson, se ky kompozitori profesor e krahasojnë është aq i talentuar sa duke pasur dhe emrin Ludvig i thon Beethoven këtij. Shiko, është shumë kompozitor i mirë. Edhe mua kur vjen puna që lavdi që na sjell neve në botë, do na sjellë ky vendim kapa jo... E kam një foto që dua të pyes posaçërisht. Jo, ai... Kush? Që quajnë atë Kenya, si e ka ajo, do thotë... Kanye West. Kanye West, do thotë, ne, po që se do në sjellë një farë, lavdije do në sjellë. E di, kam qenë një herë në Gjermani në një festival. Edhe ishte ky grupi La Parthas. La Parthan, ti ke dëgjuar. Ata këndojnë lapsin, po jo aq të egër, si është lebrëve, po me pak austriakët dhe quajnë jodl. Do të, kur zëri fillon, ka një lloj kumbimi në vetvete. Edhe i morën, i incizuan, i paguan nga 50 marka se cilit, edhe jo bë reklam, do thot një shumë që sharake, do thot mendoj që një reklam, ajo zakonisht pagohet 100.000 në gjë e këtillë, po e gënjën. Edhe ishte reklama gjithnjë e veshjeve me lesh, stofës së lesh. Pyetja ime, profesor, përse Ludvig Goranson, ky kompozitor i jashtëzakonshëm i momentit, zgjodhi iso polifonie shqiptare dhe këtë cyrën dyrjare. Çfarë është lidhja? Pse zgjodhi Shqipëria ai? Pse nuk vajti në Greqi? Pse nuk e gjeti nëpër viset greke? Se nuk ka. Do të thënë Greqia s'ka. Ja. S'ka se është asimiluar? S'ka pas. S'ka pasur. Ja. Atëherë ky nuk qenë nga vetëm një kompozitor i talentuar, por ky qenë edhe një studius. Po, studius. Edhe kja që për shembull isa polifonia jonë është futur në UNESCO. Po. Po t'ishe që dhe grekët e kanë të mbysën e fusën në ata. Atëherë cylja dyjare duhet futur në UNESCO? O, kur futet ise do fut, do. Me këtë film, do të thënë se ai erdhi këtu. Ai erdhi këtu, ka takuar
sekretarin përgjithshëm të Akademisë, nënkryetarin e Akademisë së Shkencave, Vaso Tolen, ka shkuar në... Vasa është faktikisht, do thotë, nuk e di që marrëdhënie kam me të, po se polifoninë e një shumë mirë. Ai studiuesi më i mirë i polifonisë. I vetmi. I vetmi, kur është ai që futi në këtë. Po pra, ai e shoqëroi, ai e furnizoi me materiale, ai me kontakte me gjitha. Do thotë kjo isopolifonia, do thotë ta kapësh nga ana muzikore, hyn ke fugat. Do thotë bau, për shembull ato që i ka fuga, që një zë mbi vendoset mbi zërin tjetër. Kjo hyn ke jo ke harmonia, por ke kontrapunkti. Edhe është pjesa më e vështirë e ndartimit muzikor, do thotë që ti ndartosh me fugë mbi njëra tjetrën. Qartë, foto tjetër? Se kemi dhe ato fotot që dua ti... Po kjo çfarë është, profesor? E kjo e filluam me Akilin, apo jo, ha? Kjo është